Paraprakisht me psikologun që e pata në studio, kemi folur për personat të cilët janë përmbushur, kanë familje, kanë fëmijë, kanë punë, kanë pasuri, por janë të palumtur. Një boshllëk të cilën se gjenë shpirtin e vetë, siç tha Labi, e kom gjetë veten, e kom njohur veten. Në një errësirë kur personat që kalojnë lodhen edhe ma nuk kanë besim as te njerëz as kur gjë. Sa mendon që mund ta përmbush këtë palumturinë e tyne lidhja me Zotin, edhe ki raste që mundesh me nda me neve, me njerë që kanë ardhur të lodhur, të pa shpresë? Tani njeriu mund të ketë të gjitha, por nuk mund të ketë qetësinë shpirtërore nëse nuk e ka besimin të Zotit Xheleshanu. Sepse qysh kërkon trupi ynë ushqim, ashtu edhe shpirti kërkon ushqim. Ne mund t'i afrojmë trupit çdo të mirë, por nëse shpirtit nuk i afrojmë atë që e pastron, atë që e gdhend, atë që e bën të qëndrueshëm, se njeriu do të jetë i qëndrueshëm jo vetëm ndaj sprova, po i qëndrueshëm edhe ndaj të mirave që Zoti Fuqiplot t'i ka dhuru. Dhe padyshim që besimi në Zotin Fuqiplot është ajo që njeriu e bën të pathyeshëm edhe ndaj të mirave, edhe ndaj sprovave. Zoti Fuqiplot në Kur'an, kur e ka përmend anën shpirtërore, ka thonë kanë shpëtuar ata të cilët janë pastruar shpirtërisht. Përveç fizikut tonë që ne do të pastrohemi trupin tonë për shkak se njeriu kur nuk pastrohet për disa ditë, e sidomos në kohëra kur janë të nxehta, dëgjohet aroma jonë e pakëndshme. Ashtu është edhe shpirti, nëse nuk ka një mbështetje të Zotit Xheleshanuhu Xhelalu, nëse nuk e përmend Zotin, nuk qetësohet. Zoti Xheleshanuhu thot në Kur'an, e përmend Zotin në mënyrë që të qetësohet shpirti juaj, zemra juaj. Dhe njeriu më së miri e përmend Zotin, siç e potencoi edhe Labi prej kur kanë filluar të bëj namaz, të falem, ka ndryshuar çësia ime në raport me vetveten edhe me të tjerët. Pse? Sepse namazi është 5 herë në ditë, është një lidhje direkte me Zotin Fuqiplot, para se të lind dielli. Do të thotë kur të tjerët janë në xhëm, janë në rahatinë e tyre, të fizikut të tyre. Njeriu e prish rahatinë e trupit të tij për ta çuar në vend lidhjen e tij anën shpirtërore me Krijuesin, për ta realizuar një obligim që ka në namazin e sabahut. Pastaj, pas kalimit të disa orëve, zgjohet, del në punë, ballafaqohet me obligimet e tij të punës, takohet me njerëz, me fjalë përshëndetëse, me fjalë fyse, ku ta dione më thash, vije koha që përsëri shpirti lypa një lidhje, një qetësim, edhe vije namazi i drekës. Pastaj krejt në fund të ditës është namazi i kindijës. Pasi që të prarën dielli është namazi i akşamit, që është një namaz që ta jep një ndjesi shpirtërore, një lidhje, një qetësim, një rahati ku njeriu i kryen aktivitetet e tij ditore, kryen punën, ka shku në shtëpinë e tij, në vend qëndrimin e tij, dhe është zgju me falendëru Zotin që ja ka mësuar që edhe atë ditë me i kry gjitha aktivitetet e tij. Pastaj është këtë vënë në errësirën natës namazi i jacijës, sikur që po bim në xham dhe o Zot ne nuk e dia do të zgjohemi në mëngjes dhe le të jetë namazi i jacijës që na ndon prej kësaj bote kalimtare. Se njeriu a ke po isha vdek në xham. Realisht nuk mund me botë dhe tërmet edhe ti nuk e ndjen. Sepse je në xham, ai i cili të bën mu zgju përsëri në këmbë është kush? Është Krijuesi, është Zoti. Namazi i jacijës pra ndon njeriu nga aktivitetet e tij, në shenjë të falënderimit të Zotit që ne po ndahemi dhe po bim në xham. Pra lidhja shpirtërore në raport me Zotin edhe me tejkalimin e këtyre sprovave na ndihmon shumë. Se njeriu gjitha mund t'i ketë, por nëse nuk e ka, edhe një herë po e potencoj, nëse nuk e ka pastrimin shpirtëror, nëse nuk e ka lidhjen hynore me Krijuesin, është i zbrazët.